në vend që t'jemi një seancë duke u marrë me problemet e juve qytetarë. Jemi duke kërkuar që shteti të funksionojë së Edhe sot nuk është thirrur seanca për konstituimin e Kuvendit të Republikës së Kosovës. Edhe sot, Kosova vazhdon pa institucione të konstituuar. Dhe kjo duhet të na alarmojë të gjithë. Ne jemi zgjedhur për të punuar. Por si dhe thotet, në vend që t'jemi një seancë duke u marrë me problemet e juve qytetarë. Jemi duke kërkuar që shteti të funksionojë së Asnjë fitore zgjedhore nuk i jep askujt të drejtën ta vendosë veten mbi kushtetutën e Republikës Kosovës. Asnjë lider nuk është mbi shtetin. Asnjë parti nuk është mbi Kosovën. Ajo që po ndodh këtu është një krizë shtetërore, e shkaktuar nga partia së cilës qytetarët ja kanë dhënë përgjegjësi për të konstituuar institucionet, por që në realitet ka vendosur ta mbajë krejt shtetin tonë vet. E pasojat i ndjen pacienti që pret trajtim dhe mjeku që punon në kushte të vështira. I ndjen polici, ushtari, zjarr fiksi që mbrojnë vendin por vazhdojnë pa sigurim të mirëfillt shëndetësor dhe jetësor. I ndjen mësuesi, studenti që pyet a ka të ardhmë këto më. Fermeri që pret mbështetjen e shtetit për cilën ka shumë nevojë. Biznesi që kërkon stabilitet për zhvillim.